të shtunat me Angelën. Sot do të jemi me një recet shumë të ngrohtë dhe të shijshme vjeshte. Siç e shihni, ka ardhur vjeshta në kuzhinën time. Kam bërë dekorin e kuzhinës, ku e keni parë besoj nga klipet e kaluara dhe nga video e kaluar. Jam munduar ta sjell sa më bukur vjeshtën dhe në YouTube. Mua më pëlqen shumë. Dhe sot do të kemi një recet goxha të ngrohtë dhe të shijshme, siç ju thash. Është një recet të cilën ma keni kërkuar shumë dhe kam pasur shumë kërkesa në Instagram, por edhe në komentet e YouTube-it, që të përgatisim një tortë ditëlindjeje. Por kjo do të jetë një tortë speciale, do jetë për Mami Vjerën, dhe duke qenë se ditëlindja e saj është tani në shtator, me 25 shtator, kam menduar të përgatis një tortë që do kombinojmë 2 përbërës ose 3 përbërës, të cilët janë përbërësit e këtij sezoni, e kësaj stine të bukur të vjeshtës, stina ime e preferuar, siç është kungulli, që e kemi këtu, por ne do përgatisim me një kungull tjetër, të cilën unë e kam pjekur më përpara, në mënyrë që ta kemi gati për videon. Tjetër, çfarë do ketë kjo recet? Kjo recet do të ketë arra, të cilat i kam pastruar, dhe thjesht ne do t'i thërmojmë akoma më shumë, që të mos jenë kaq të mëdhaja. Dhe tjetër, kjo recet përmban erëzat e stinës, të cilat janë kanella, arra e myshkut, karafili dhe këto. Këto janë të gjitha përbërësit, do të mundohemi ta bëjmë sa më të bukur dhe më të shijshme. Gjithashtu kjo recet, më përpara unë këtë recetën e kam pas bërë më të thjeshtë. Sot do t'i shtojmë përveç kremit të djathit që do jetë mbushja e kësaj torte, do të kemi dhe saltit karamel, karamelin e kripur, do t'a përgatisim bashkë dhe do të tregoj mënyrën se si unë e përgatis. Pa humbur kohë, do të vazhdojmë me përgatitjen e tortës, sepse kemi shumë punë përpara. Hapi i parë që ne do të kemi për këtë recet është përgatitja e pandispanjës ose e pjesës së kekut, dhe më pas do jetë kremi. Do ju lë recetën të shënuar, dhe të cilën e kam shënuar tek bloku i bukur i recetave të vjeshtës, dhe mënyrën e përgatitjes do ta shihni dhe do ta zbulojmë bashkë gjatë kësaj video dhe këtij serie të bukur të vjeshtës. Vazhdojmë pa humbur kohë. Unë kam bërë gati të gjithë përbërësit dhe po ja u tregoj pa humbur kohë. Këtu, siç ju tregova në fillim, kemi erëzat e stinës, që janë karafili, kanella dhe arra e myshkut. Te ky tasi i vogël prej xhami kam përzier 1 lugë çaji sot buke dhe 1 lugë çaji fryrës së ëmbëlsirash. Këtu kam arra, të cilat do t'i thërmojmë më shumë dhe do t'ia shtoj brenda kekut, pjesës së kekut, sepse del shumë e shijshme dhe provojeni nëse se keni bërë më përpara. Këtu kemi 220 gram sheqer kaf, është më mirë të përdorim sheqerin kaf për këtë lloj recetash, sidomos në recetat e vjeshtës, sheqeri kaf është më i përshtatshëm dhe i jep atë shijen më të mirë. Kemi 4 kokra veze, të cilat janë në temperaturë ambienti, i kam nxjerrë më përpara. Këtu kam 300 gram miell, është miell për ëmbëlsira, jo miell i zakonshëm, por mund të përdorni dhe miellin për të gjitha llojet e përdorimit. Këtu kam 150 ml vaj ulliri, mund të përdorni edhe vaj vegetal. Por unë përdora këtë vajin e ullirit, duke qenë se nuk kisha në fakt vaj vegetal, dhe ky është shumë i përshtatshëm. Ndërkohë, më përpara, siç ju thash, kam pjekur edhe kungullin. Ky është kungulli, tani unë e kam pjekur bashkë me lëkurën normalisht, është ftohur pak, edhe do t'ja heqim pjesën e brendshme të kungullit, do ta kalojmë në blender, edhe do kemi puren e kungullit, kaq e thjesht. Do me thënë e keni të freskët dhe bëhet shumë kollaj. Po marr blenderin dhe vazhdojmë me hapin e parë të kësaj recete. Këtu kam blenderin, por ju bëni sikur nuk e shihni këtë pjesën e pandryçuar, sepse nuk e di se çfarë problemi ka ledi i kuzhinës, edhe më ndiset vetëm gjysma, dhe gjysma tjetër është e fikur. Nuk e di se çfarë ka, por do ta rregullojmë në ditët në vazhdim. Këtu kam këtë mikserin e vogël, kam edhe një mikser më të madh, por mjafton për recetën e sotshme kjo. Po marr një lugë, edhe një thik, madje edhe një thik do të më hyjë në punë, në mënyrë që të pastrojmë sa më mirë kungullin. Në fakt i hiqet kollaj lëkura tani. Ja. I del shumë shpejt, duke qenë se është i pjekur. Tani, puren e kungullit e kemi gati. Nëse shikoni që ajo nuk po bëhet shumë e lëngshme, mund të themi, në këtë lloj kremoziteti që ka këtu,
Mund t'i shtoni fare pak ujë, sepse nuk i bën keq, edhe në këtë mënyrë e kemi gati. Tani, nga pureja na duhet 150 gram. Unë do t'ja hedh që të gjithën këtë, se besoj se është fiks, edhe nuk kam ku e çoj tani këtë pjesën e mbetur. Kështu që e kemi gati dhe puren, do marrim 2 tasa. Na duhen pak të thellë. Tani, i kam lënë këtu. Këto janë 2 tasat që do na duhen. Te ky tas i bukur që kam këtu, do jenë, te ky që është pak më i vogël, do shtoj mielin. Shpresoj që të më nxjerr dhe kjo. Po. Shtojmë mielin. Do të shtojmë sodën dhe fryrësin e ëmbëlsirave, se s'po më vinte emri. Dhe fryrësin, jo rjetën. Ku do të shtoj arën e myshkut, arë moskat, si thoni. Mund ta them edhe në greqisht, por nuk tingëllon shumë bukur, kështu që po e lë me arë myshku dhe mjafton. Më thoni pak se si po i kaloni këto ditët e vjeshtës. Tani jemi në shtator dhe më duket sikur ka nisur vit i ri, jo sikur jemi në shtator, sepse çdo njeri është të kthyer në punë, janë kthyer fëmijët në shkollë, dhe më pëlqen shumë kjo periudhë ku të gjithë njerëzit i kthejnë rutinës së tyre, dhe më duket shumë periudhë ngrohtë, e bukur, fiks stina ime e preferuar. Vazhdojmë të grim edhe pak fare, edhe mjafton. I heqim këto që nuk na duhen, këto të voglat i vendosim këtu, kurse arën e myshkut e fusim në dollap dhe e sistemojmë pak më vonë. Siç e dëgjoni, kemi dhe gjelin që nuk pushon. Do marrim tani një lugë që të përzjejmë pak mielin, sodën e bukës, edhe erëzat që sapo ju tregova. I radhës, do marrim vezët, do t'i hedhim tek tasi që të katërta. Ju poshtë mund të më thoni në komente se si do ju duket kjo recetë, si ju duken këto serit, edhe pse nuk i kam vazhduar dhe kam një muaj që nuk postoj seritë të shtunës, sepse kam qenë duke u marrë me disa gjëra të mia, shumë të rëndësishme. Dhe thash, me që ne kemi për të përgatitur tortën e ditëlindjes, pse jo mos ta tregoja këtu me ju, edhe ta përgatisim bashkë, sepse e di që i doni shumë këto lloj videosh. Gjithashtu në komente mund të më jepni dhe ide për videot e tjera, çfarë recetash doni që të përgatisim dhe nëse keni ndonjë pyetje për tortën që po përgatisim sot. Tani i rahim mirë vezët, me përbërësit e lëngshëm. Ktu kemi vajin e ullirit. E përzjejmë mirë dhe inshallah nuk bëhen pis, sepse unë bëhen pis, i thyej gjërat, më bien gjërat nga duar, por çfarë bëjmë tani? E kemi nga një gjë. Tani, këto janë përzjerë të gjitha, do shtoj dhe sheqerin. Do e shtoj në 2-3 pjesë në mënyrë që të arrit ta tres siç duhet. Do të shtojmë edhe puren e kungullit, që vjen një erë fantastike. Të gjithë përbërësit e lëngshëm i kemi gati, bashkë me puren e kungullit, që kishte një shije shumë të mire dhe provova. Nuk e di, e kam shumë qef kungullin kur është i pjekur. Ndërsa, receta që bëra herën e kaluar tek vlogu, që bëra supën me kungull, nuk e di pse, por nuk më pëlqen kombinimi kungullit stup me të kripurën, nuk e di. Mbase ka njerëz që e pëlqejnë sigurisht, por unë për vete nuk është se e preferoj shumë. Por prapë hëngra. Për të ngrënë e hëngra, normal. Tani, këtu si që shikoni, kemi për të gjitha përzierjet, po e heq pak për momentin, sepse do të më duhet prapë, dhe do e vendos këtu tek pjata që kisha miellit, dhe këtu kemi përzierjen e mielrave që bëm në fillim. Këtu kam të gjën, sepse nëse nuk përdorni mikser, duhet që ta sitni mielin që të mos kemi kokriza. Po e marr nga ana tjetër që ta kem më kollaj. Dhe vazhdojmë t'ja shtojmë avash avash. Në fakt,
teli kuzhinës më duhet tani, sepse do e hedhi me pjesë, edhe do t'na duhet që ta përzjejmë. Sa e bukur. Po marr telin e kuzhinës prap dhe po bëj përzierjen. Në fund fare pastaj do t'i shtojmë arrat e thërmuara. Që të them të drejtën, nuk është se janë shumë të mëdhaja, por duhet t'i kaloj pak në mikser në mënyrë që mos të jenë shumë kokër madh kur kafshohet pjesa e kekut e pandispanjës. Gati! Tani do marrim tavat. Në fakt është vetëm një tavë keku, ku aty kam pas bërë edhe cheesecake dhe është fix për recetën e sotshme. Shikoni ju që harova, si do marr tavën, kur nuk i kemi shtuar arrat akoma. Kështu që tani të shtojmë arrat e thërmuara. Shikoni pak se si e kam thërmuar, kaq është ideale për këtë recetë. Dhe sa më shumë të ketë, aq më shumë e shijshme do të na dali. Shikoni pak si ka dalë kremi. Ky do jetë konsistenca që duhet për këtë recetë. Dhe ka dalë shumë e mirë. Dhe unë do ta provoj. Sepse po nuk e provoj ai që e bën, si do ta provojnë direkt njerëzit, po sigurt kemi bërë ndonjë gabim. Kështu që ai që përgatit ëmbëlsirat dhe recetat, ai duhet dhe t'i provoj ato që bën. Që t'ju thot njerëzve dhe t'ju tregoj tamam se çfarë ka bërë. Kështu që kremin e kemi gati, tani të marr pak formën që e kam këtu poshtë dhe nuk do të na duhet letre furrë sepse kjo është rumbullake edhe nuk e kam për kollaj, por do ta lyejmë me pak vaj ose gjallë, do ta spërkasim me miell edhe do ta kemi gati për recetën, ose mund ta bëj edhe pak më ndryshe. Ti shtroj vetëm poshtë dhe anash ta lyejmë. Ja, mund t'ja presim këto anësore që mos të na digjen, edhe e kemi gati. Tani të marr pak fare vaj ulliri, nuk është problem, ose vaj luletjelli, por edhe vaj ulliri nuk ka problem. E lyejmë me miell edhe e kemi gati. Tani do të merremi me kremin në karamel të kripur. Do të na duhet 200 gram sheqer i bardhë, do të na duhet 90 gram gjallë, unë kam 100, kështu që 90 gram do shtoj, dhe 120 gram krem pana. Tani do marr pak sheqerin, sepse nuk e kam peshuar ende, dhe do marrim sheqerin dhe do ta shtoj direkt tek ena ku do të bëjmë kremin karamel. 200 gram sheqer. Ja, e kemi fix. Do ndezim cianurën edhe në temperaturë mesatare do ta lëm që të shkrijë plotësisht, mos ketë fare kokriza, dhe hapat e tjerë do ja u tregoj duke përgatitur kremin karamel. Kekun me kungull e kam hequr nga fura, ka pothuajse 1 orë, edhe e kam lënë këtu mbi banak në mënyrë që të ftohet plotësisht, edhe është pak e ngrohtë, por do ta presim sepse është fiks momenti për ta prerë. E kam lënë mbi rrjetën dhe thjesht do t'i heqim pak këtë letrën e furrës edhe pjesën e fundit të formës së kekut. Shikoni pak se sa e mirë ka dalë. Tani të marrim një thik sharp, sepse nuk kam si ai teli që priten pandispanja, por do ta marr së shpejti. Do ta presim me thikën sharp. Po e lë këtu, ndërkohë lavamani im është mbushur plot me enë të palara, por
do i lajmë në përfundim të videos, nuk ka problem. Tararam, sa e bukur që është, nuk e di sa ngjyrë të bukur që ka, edhe shija besoj do jetë shumë e mirë. Tani është momenti për të krijuar kremin që do të na duhet për mbushjen e tortës, përveç kremit karamel të kripur. Këtu kam marrë tek Pro Natura këtë kremin e djathtë që është pa laktozë, sepse mua më bën keq laktoza, edhe me që unë do ha, e mora pa laktozë. Do shtoj një herë 2 dhe besoj se do të mjaftojnë, por nëse do më duhet më shumë, do t'i shtoj edhe një tjetër që unë kam marrë. Gjithsej janë 340 gram, sepse kjo ka 175, 350 gram kemi si fillim. Sheqer pluhur, unë në fakt të doja shtoj me sy, nuk është se kam shumë qef t'jetë e ëmbël velse, sepse është edhe kremi karamel. Ja, besoj se kaq mjafton. Do i shtojmë edhe kremin e panës, por parë ti kemi përzierë mirë këto, sepse edhe kremi panës përmban sheqer, kështu që na mjafton për ëmbëlsi. Duhet të arahim në fakt me pak forcë që të arrihet kremoziteti. Nëse do të kishit portokall, që unë s'kam, kam vetëm limon, mund të shtoni edhe pak lëkurë portokalli, sepse shkon shumë me shijet që ne kemi zgjedhur për këtë tortën dhe e bëjnë akoma më të shijshme. Tani shtojmë pak pana, shumë pak, sa të lidhi masën. Çfarë e thash? Që unë bëj vetëm rëmuj. U bëra pis, nuk mund të rria pa u bërë pis. Ti pastrojmë edhe të kthehemi shpejt. Ua. Pis liqe si që bëra, ja. Një e hodha tek qëriu, po nuk do shpëtoja unë sot pa u bërë pis. Kështu që vazhdojmë me recetën. Kemi gati, edhe kremin karamel të kripur e kemi gati, i cili është ftohur plotësisht, edhe e kisha lënë në fakt në balkon që të ftohej më mirë. Tjetër, unë duke qenë se të gjitha mjetet e mia të kuzhinës që bëjmë ëmbëlsira i kam çuar në Finland, këtu do bëjmë me këto veglat që kemi. Kam këtë gjën që mund ta përdor si spatull, dhe shqyr kam këtë gjën tjetër, spatullën, që ma ka dërguar mami dhe e kam lënë këtu në shtëpi për të bërë veshjen e tortës. Nuk do ta bëjmë në mënyrë perfekte, sepse dekori që do t'i bëjmë më vonë do jetë më, do e mbuloj domethënë të gjitha imperfeksionet që mund të ketë torta. Këtu kam kremin dhe pandispanja. Pandispanja tani është ftohur dhe është gati për të bërë veshjen. Do e vendos këtu dhe më pas do ta kaloj tek disku i tortave. Kam një disk të zi dhe kështu. Foto do t'ja bëjmë nga këtu, ndërsa tortën më vonë do t'a kaloj tek disku i zi. Tani, po marr pandispanjën e parë, edhe pse më duket se do më thërmohet, por duhet të kem shumë kujdes, tani që do e ngre, sepse ka filluar të më thërmohet. Dhe kam shumë merak. Ja, shikoni si është bërë këtu? Nuk e di se si do t'i mbuloj këto gabimet. Jo gabimet, sepse kjo u thërmua vetë, nuk është se i bëra i gjë unë, por qumshin dhe vazhdojmë e zbusim pak pandispanjën, sepse edhe këto korret që ajo ka anësoret janë pak të forta, por do mundohemi ta zbusim. Arat i kemi brenda tek pandispanja, kështu që kemi kremin dhe në mes do t'i shtoj kremin karamel të kripur. Më duket se do bëj edhe atë tjetrën që kam krem djathi, që ta kem fix. Edhe pse kam menduar që mos ta bëj një tortë të mbuluar nga jashtë, por dua ta bëj naked cake, në mënyrë që të duken ngjyrat e pandispanjës, do me thënë të përshtasim me vjeshtën. Shumë.
por s'ka problem sepse mund ta përdor edhe për dekorin. Ky nuk do ngri sepse ka panën edhe gjalpin që e mban siç duhet. Kaq mjafton që mos na bëhet shumë e ëmbël. Pandi Spanjës të fundit. Arat e thërmuara do marrim, ta mbushim grusht edhe do vazhdojmë ta rrotullojmë derisa ta veshim tortën pjesën e fundërme me arat e thërmuara. Bëjeni pa frikë sepse nuk prishet. Edhe nëse prishet mund ta mbushni me ara. Edhe do ngjaj shumë bukur. Pjesën e mbetur te prica mundoni t'i ngjeshni pak, jo shumë sepse prishet kremi, pavarësisht se nuk është se na pris shumë punë sot. Po mendoja në fakt të bëj një grumbull të madh me ara që të ngjaj si një mal i vogël, në mënyrë që t'i japim pak lartësi tortës dhe kam menduar që t'i shtoj disa gjëra të tjera. Dy ara dhe do t'i ndaj në gjysmë, shpresoj shumë që të më ndahen në gjysmë sepse i dua për dekorin, por përveç arave do t'i shtoj dhe 2 shkopin kanelle, të cilat do t'i japin goxha pamje, duke qenë se ka lidhje me recetën që kemi bërë me ëmbëlsirën. Kemi disa ara që janë kokër më e madhe se të thërmuara, domethënë, i kemi gati për t'i vendosur këtu. Tani unë dua ta thyej pak, duke qenë se kemi shumë kafe, dua ta thyej me diçka, por do ta gjej sidhjen, se kjo është e bukura e pasticërisë, që duhet kreativitet edhe të mendojmë shumë gjëra në mënyrë që torta të dalin dhe ëmbëlsirat të dalin ashtu siç duhet. Tani po mendohem se çfarë t'i shtoj. Mendova dhe mora lëkurë prej karrotave, i kam këtu, edhe i kam bërë, domethënë i kam rrethuar, nuk e di si ta them. Kam bërë këto palosjet edhe kanë dalë si trëndafila në ngjyrë portokalli dhe do t'ja vendos. Tani ku do t'ja vendosim është problemi, sepse nuk dua që ta prish, por kam bërë 3 trëndafila të vegjël. Dhe do ja vendos rresht njëra mbas tjetrës.
duken kështu. Tortën e kemi gati, nuk e di se si ju duket ju, por më duket shumë e lezetshme dhe është fiks për sezonin e vjeshtës, me ngjyrat jemi përshtatur shumë mirë besoj, edhe këto trëndafilat portokalli i dhanë goxha ngjyrë dhe gjallëri tortës. Në shije do ta provojmë, besoj se mund ta provoj dhe tani në fakt, të pres një copë, edhe pse është për ditëlindjen e Vjerës, por ajo më mirë kupton që mua më duhet edhe për video, kështu që një copë do ta presim bashkë, ta shikojmë se si është nga brenda, edhe do ta lëm siç ishte, që t'ja çojmë nesër që ka ditëlindje. Që të provoj pak tortën, në fakt nuk dua ta prish këtë copën, dhe çfarë të bëjmë? Këtu anash na kanë dalë një copë e vogël bashkë me krem karamelin edhe me kremin e djathit, kështu që do provoj këtë këtu dhe s'dua që ta prish tortën. Kremi karamelit, sikur e thyen atë ëmbëlsinë e tortës, edhe më pëlqen, ka dalë shumë e mirë. Janë shije që ne nuk është se i ham në përditshmëri, në fakt edhe kur shkojmë edhe zgjedhim në pastiqeri që blejmë, nuk është se janë shumë të zgjedhura shijet si saltit karamel, të përzjera me kungull, apo jam e sigurt që në për shumë pastiqeri nuk është se i gjen këto lloj tortash, janë me kungull, me ara po me kungull, me karota, me këtë kremin e djathit të bërë vet, me saltit karamel e bërë vet në shtëpi, pa konservante dhe kështu gjërash. Kështu që kjo është torta për sot. Mua më pëlqen, mund të kisha bërë edhe më mirë, por jam e kënaqur me rezultatin e kësaj torte, nuk e di se si ju duket ju, pres komentet tuaja dhe të më thoni se si ju duket torta ime e përgatitur sot, një tortë vjeshte me shijet e vjeshtës, dhe shpresoj që edhe vjerit e mi ta pëlqejnë këtë tortë edhe ta shijojmë siç edhe mua më shijoi tani në fakt që ja provova pak, kështu që këtë pjesën do ta fusim prapë te vendi i saj dhe do ta paketoj në kutinë që unë përdorja më përpara kutitë e shokolatier dhe kemi gati për ta marrë nesër, kështu që do ta vendos në frigorifer bashkë me kutinë në mënyrë që të mos marrë aromat e ushqimeve të tjera. Ju sugjeroj ta përgatisni dhe ju, në këtë lloj pamje mund ta bëni më thjesht, mund ta bëni edhe më bukur, nuk e di nga aftësitë tuaja. Dhe ta shijoni kështu siç edhe unë e shijova sot, më pëlqeu shumë kjo video, ishte shumë, më duket shumë e ngrohtë si seri gatimi që bërëm sot, me këto përbërësit, me të gjitha gjërat që ne provuam të bënim në këtë tortë. Shpresoj shumë që kjo seri t'ju ketë pëlqyer dhe të shihemi në seri të tjera akoma dhe më të bukura, sepse festa të bukura na presin për të celebruar dhe për të festuar dhe shumë gjëra të tjera, vetëm të jemi mirë. Kjo është torta e përgatitur për ju sot dhe shpresoj ta pëlqeni. Mos harroni të bëni një like, koment dhe subscribe dhe të më ndiqni në video të tjera. Miropafshim dhe paçi një ditë sa më të bukur.